Ministri Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius ka ngritur alarmin se Evropa mund të ketë hyrë tashmë në periudhën e fundit të qetësisë, duke e paralajmëruar se një përballje mundshme mes NATO-s dhe Rusisë mund të zhvillohet përpara vitit 2029. Sipas tij, vlerësimet e reja të inteligjencës sugjerojnë për një përshkallëzim të situatës që mund të ndodhë në vitin 2028, duke hedhur poshtë parashikimet e mëparshme që e vendosin rrezikun pas vitit 2029. Ai theksoi se disa analistë dhe historianë ushtarak besojnë se vera e kaluar mund të ketë qenë vera e fundit paqësore, duke nënvizuar urgjencën që shtetet e NATO-s të modernizojnë kapacitetet e tyre ushtarake. Pistorius bëri të ditur se Gjermania tashmë ka nisur një fazë të filluar përgatitje, ku nga viti 2027 qytetarët do t'i nështrohen kontrollit mjekësor për të identifikuar rezervist potencial. Qeveria gjermane synon gjithashtu krijimin e një force të madhe rezervë për të mbrojtur kombin e tyre. Deklaratat e tij vijnë në një linjë me synimin e kancelarit Merz për të shndruar Bundeswehrin në ushtrinë më të fuqishme në Evropë. Pistorius u shpreh se Gjermania mund të jetë e gatshme të veprojë ashpër në rast të sulmit, duke argumentuar se ruajtja e paqes kërkon forcë dhe vendomshmëri. Reagimi i Rusisë ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Zëvendës ministre e jashtme Maria Zakharova deklaroi se fjalët e Pistorius tregojnë qartë kush po shfaq sjellje agresive, duke akuzuar Berlinin për retorikë provokuese dhe për hapje frike me një konflikt të pashmangshëm. Deklaratat e Pistorius u bën gjatë një interviste për gazetën gjermane më 15 nëntor, ku ministri gjerman theksoi se rreziku i luftës nuk duhet parë si një skenar teorik, por si një mundësi që kërkon vigjilencë dhe përgatitje të vazhdueshme. Ai nënvizoi se kapacitetet parandaluese të NATO-s përfshirë arsenalin bërthamor, mbeten faktor kyç për ruajtjen e stabilitetit në Evropë pavarësisht tensioneve.